çfarë prodhimtarie kanë bërë për këta. Përpos se me llomotit aty me shkruar linçime ndaj muslimanëve o xhallarëve, me shoh fen, me trillu historia atë, ta prodhimtari tjetër s'kan, ama s'kan bën ai far legacy më ulon popullit më thonë heroi jon, çu çfarë gjurmët e hajratit Kur Jones kanë qit ndrit. Apo marrësh, ma i vetmi aktivitet që jo me najt mirë me organizata tuaja jo çevetare, që është kriminalcat më të mëdhenj në planet. Po flas me plot gojë se asnjëherë kur s'kum pas lidhje me OJC-ja, apo kupton? Edhe për bindjen teme, mass mediave si enemy of the people, si ka thon Trumpi, OJC-ja 90% që tyne janë kriminalcat më të mëdhenj, dhe i kanë gjetë difar pjuna që janë lojalca, sa t'ja japin taxhin, këta janë të ngushëm, janë të respektueshëm, asnjëherë s'prekin ato tema anë aty se e dinë që ju nalet buka, me vëmë ju nal buka, kur amortizohet njëri 20 vjet veç të bëu llafe palide të shkruaj shpifjen në median e vet. Çfarë fare aktiviteti tjetër profesional për me gjeneru tyra ka me bëj. Nuk dina, s'di me ndreq as mure, s'di as me montazh me bëj, s'di as programim me bëj. Naj poezi është ajo shumë aty sa për me shit në libër 200-300 euro në muaj dhe that's it.